në Fan Club, ja të kritakojmi dhe këtë të dje live në ekranin e Top Channel. Faleminderit. Jo më larkë se dje ishte data 8 mars, do doja të filloja këtë puntat me tone pozitive, duke uruar gjithë vajzat të kenë ditë sa më të këndshme, pozitive dhe qofshi ditët tuaja plot gëzim, dhe duke ju rikujtuar që vajzat edhe gratë duhen celebruar çdo ditë. Prime intensiva i mbrëmshëm, pam shumë dinamika, shumë emocione, pam një eliminim, gjithashtu 2 banorë të tjerë janë larguar gjatë javës. Jemi pothuajse një muaj e gjys larg finales së madhe të këtij edicioni dhe për këtë arsye Fan Club ka vendosur të bëjë një sondazh në webin e Top Channel, duke shtruar pyetjen: nëse finalja do të ishte të martën, kush do të ishte fituesi i këtij edicioni? Edhe ja ku e kemi. Mund të votoni, kështu që ju ftoj të votoni, janë gjithë emrat e banorëve, dhe pas pak do të shohim rezultatin, kështu që vërtet votoni, se dhe unë kam shumë kuriozitet. Ndërkohë, do shohim, kështu që do të shohim në fund të këtij programi, ndërkohë do të flasim për një nga situatat që kanë qenë më shumë të diskutuara jo vetëm brenda shtëpisë, por edhe jashtë, sidomos në rrjet, edhe po flas pikërisht për largimin e Eglit. Natyrisht do të diskutojmë për këtë situatë me opinionistët tanë të dashur, kështu që ju përshëndesim. Mirëdita Ronaldo, mirëdita Shife. Përshëndesim gjithashtu edhe të ftuarit që janë Francesca, ish banore e Big Brother VIP 3, Arber Zeka, ish fitues i Big Brother, dhe Ina Koçaku, opinioniste dhe psikologe. Mirë se vini në Fan Club. Atëherë, siç edhe po thoja, do doja të flisnim pak për largimin e Eglit, një largim sidomos që është bërë në mënyrë të paparashikueshme për arsye të saj shëndetësore, dhe do doja të fokusohemi pikërisht te kjo pjesa dhe çfarë ka shkaktuar ky largim. Ina. Në fakt, jam shumë e lumtur që rikthehem në Fan Club, duke të dojë që... Po se ti ke komentuar vjet, po... Edhe është pak e pa besueshme se vjet, për shembull, unë isha në Kolltukun e Shqipës dhe ne flisnim për ty. Po. Kështu që se vjet, po ti po drejton dhe unë jam e ftuar. Kjo është jeta. Edhe unë jam këtu. Ronaldo vazhdon të jetë gjithandej në për Top Channel, po çfarë si ka kjo? Unë jam shumë e lumtur që Ledioni her pas here ja u garanton banorëve dhe i thotë që në çdo moment që secili nga banorët ndihet që duhet të largohet nga shtëpia dhe do të kujdeset për shëndetin e tij mendor ose për veten e tij, mund ta bëjë në çfarë do lloj kohe, kështu që personalisht nuk më ngelet asnjë gjë tjetër përveç se të respektoj vendimin që Egli ka marrë, duke vendosur nevojat që ajo ka pasur për momentin përpara një loje apo një gare. Dua që ta kap që nga fillimi se çfarë e shtyu Eglin në opinionin tim përpos. Po. Jo, në fakt doja të fokusoja më shumë tek fenomeni që është krijuar, sepse ajo u largua dhe në shumë pak ditë pati një rritje followersa të ndjeshëm. Le të themi gati ndoshta edhe më shumë 100.000 followers në shumë pak ditë, nëse regjia më ndihmon ta shohim në Leduall diferencën. 111.000 followers në shumë pak ditë. Pse? Sepse ishte një... Se kjo kuriozitet? Ishte një largim i bujshëm, Egli dhe Gjesti krijuan ato dyshen, se nuk dua t'i quaj çift, nga që ato nuk e quajtën kurrë veten çift, s'më takon mua. Krijuan një dyshe që krijonte shumë polemika dhe patjetër Edi u paragjykua duke ditur që akoma në Shqipëri ne nuk e perceptojmë dot një vajzë që deklarohet për një djalë, që e pëlqen një djalë dhe që bën hapin e parë, dhe kemi pikërisht atë doktrinën maskiliste të sjelljes që duhet të ketë një djalë dhe sjelljes që duhet të ketë një vajzë në një marrëdhënie, dhe mendoj që nuk u mirëprit shumë mirë, do paragjykua në fillim, por sjellja konsistenca e sjelljes së Eglit dhe mos konsistenca e sjelljes së Gjestit bëri që shumë djegës mos të pëlqejnë më Gjestin, do të kthehet atij bumerang dhe të pëlqejnë Eglin. E qartë, Francesca, ti mendon se kjo rritje
është prej faktit që personat, njerëzit kanë pas shumë kuriozitet për të parë një reagim të Eglit, apo vjen shkak kuriozitetin nga një antipati që kanë pasur? Në përgjithësi të gjithëve na rritet kur dalim, se kur jemi brenda njerëzit na shohin live, nuk është se kanë që na shohin nga Instagrami jon, kështu që është normale. Por mendoj që thelbi i gjës është që na është dimsur shumë të gjithëve Egli. Nuk besoj se ka njeri në Shqipëri jashtë që e kanë ndjekur këtë Big Brother që nuk e është dimsur në një moment apo tjetër Egli dhe situata që është ndodhur dhe gjendja e saj të rëndë emocionale që gjithë e kemi ndjerë. Kështu tani që ka dalë, gjithë duam ta dim a është mirë, a është okay, apo e kalon dhe çfarë është vërteta e asaj jashtë tani që ka parë realitetin. A mund të mos e shohim Eglin pra më dhimbset? Jam dakord, po. Egli Tako është personi më i kërkuar në showbiz. Dhe nëse Egli Tako, edhe nëse na dëgjon, e kemi parë Eglin duke qenë 24 orë live. Egli Tako mund t'i fusi 10 reelsa tani, 5.000 euro shkon reelsi Egli Tako, sepse është kërkoni më dhe mund të bëj lek pafundësisht. Nëse Egli është e zgjuar dhe do di ta shfrytëzoj këtë moment televiziv, se për çfarë futën njerëzit në Big Brother? Për të bërë të famshëm, pra, për të bërë lek pas Big Brother, për të bërë koncerte, për të bërë, po pra dakord. Por mos ta trajtoj mos si viktim. Egli Tako nuk ka vdekur, se dhe mbrëm banorët ishte njëri i mirë. No, nuk e ka me ty. Tash na është dhimbsur nga gjithë situata. Jam shumë dakord. Të pyesim pak edhe Arbrin. Tani që ajo ka dalë, më falni, a është Egli viktim e kësaj situate? Fillimisht i falenderoj për mundësinë edhe unë rikthena si pas një viti në fan club. Po du me nis me një frazë, po besoj që i përket Eglit dhe kish me përshkru mas mirë të Egli në këtë pikë loje, në këtë pikë që po jetojmë tash. Më shumë vret mungesa Eglit se prezenca shumicës banorëve aty brenda. Egli ka qenë një nga personalitetet edhe më shumë se prezenca e Gjessit. Mos do të thuash. Isha shumë korrekt në fjalin që e thash, më shumë se shumica banorëve aty brenda. Pasi shumë konsideroj që emërtuesi përbashkë të këtij edicioni është Gjesti. Egli ka qenë gjithë aty në brenda emërtuesi më i mirë që kish me përshkruar këtë edicion është Gjesti. Për te kësaj, Egli ka pas një hyrje për admirim, një fantastike dhe ka demonstruar dhe ka dëshmuar që është një nga vajzat që duhet respektuar dhe vlerësuar për fillimisht nivelin akademik, e dyta për edukatën, sjelljen korrekte dhe post tjera është një empati edhe një ndjesi të jashtëzakonshme që ndoshta rrallë herë ndodh në trevat ku na jetojmë. E dytë e punës, rritja e Eglit followers ka qenë e pritshme pasi që thash në vendin ton gjithmonë kemi pas dëshirë që Eglin me pa mirë. Domethënë unë kum shpreh dëshirën që ajo më ju rikthy edhe një obsesion, ndoshta se dashnia dhe obsesioni është një bie hollë që i ndan këtë obsesionin mos me shpërfaq shumë, po mu koncentru në lojë pasi që kom besu që 2 javë e para Egli ka qenë projektuar për me qenë finaliste pa diskutueshme. Më falni nëse po flas shumë me pasion, por po mundona që hapësirën që po mipet me demonstruar dhe me përshkruar mënyrën. Për shumë i qartë, përpara se të flasim edhe duhet i dëshirojmë unë them diçka presioni dhe trysnia që ka pas Egli brenda asaj shtëpie, ka qenë jashtëzakonshme. Po, dhe në fakt do doja të ndalesha fikse te kjo, përpara se të flasim pak edhe për lojën e Eglit. Ajo ka pas 2 reagime në rrjetet e saj sociale, njëri 24 orë pas daljes dhe një mbrëm. Si e keni parë ju reagimin e saj? Reagim që tregon një vajzë që ka krizë të brendshme identiteti apo një person që po e shfrytëzon këtë situatë për pas audiencën? Nuk du me besu që Egli është e përmuar në atë mënyrë që të shfrytëzoj situatën kur ajo ka qenë deshëm apo s'deshëm ta pranojnë ndoshta në një pikë depresive, por që me gjithë zemër dhe shpirt ja uroj që të reflektoj dhe kjo eksperiencë që ajo ka pas të shërbej në profesionin, në karrierën e saj, besoj që ka një tardhme të jashtëzakonshme mediatike, qoftë si aktore, qoftë si këngëtare, ose pse jo edhe në ekrane televizive. Kjo është që du të them për Eglin, i uroj rikëthem sa më të mirë dhe më të shishë. Në këtë pikë do doja të dëgjoja pak edhe Inën që është ullur. Mos e bëjmë viktim Eglin. Daljen e Eglit lutëm, mos ja paturojmë Gjestit, se ekziston një lloj tendence në përgjithësi qoftë nga komuniteti gazetarëve ose pjesëmarrësve që paturimin e emocionet e Eglit që ka kaluar në një fazë depresive t'ja paturojnë Gjestit. Do flasim edhe për Gjestin pas pak që ti